Ashtu si që më pëlqen mua, është një gatim tradicional, është shumë speciale thema. Të dashun likës, sot do gatoj pull, kam gocën për drek, e tha mami na bëj pull me pilaf, unë ka shku menja, dhe unë tak, bona me non time, më qiti nga situata për momentin, me gjitha të më pula e pjekme me pilaf më pëlqen. Kam unë një limon, si gjithmon, e rjep këtë pjesën cipën e limonit, e kam lyt gjithë pullën, se e bona pak më përpara, mrejna e jashtë, e kam ly me kryp dhe kam vu mëjt gishtave i dorë me t'lyn që ta pjek. Gjithmon, pjekja do jetë perfekte, jo e nxitume e përvlume, po me 200 gradë të bëhet e tu i dalon kështu ynyra këtu duke ja hudhë sipër pullës, dhe kjo do dali një pull e mrekullueshme, do bëj dhe pilafin një pilaf të thjesht fare, se kam bo ndonjëherë në kanalin tim këtë lloj recete, hap furrën dhe e kaloj në furrë. Gjithmonë pulla zakonisht do një enë të thellë që t'i bie nxehtësia edhe të piqet shumë mirë. Ka mori tenxhere, gjithmonë funi për tenxhere me pilaf duhet jetë pak i gjon, që t'y hyjë nxehtësia bas vatrës. E hap tenxherën dhe orizin do ta shplaj tash, po ju tregova vetëm për masën që ka marr, rreth gjysmë kile, me masën e orizit unë do hudh, po thuj se 2 kupa me ujë janë. Që të dali dhe pak i butë, mos t'jeti e i orizi, kur është dhe me pule me mish, duhet pak i butë. Atashi do e lejmë të nxehet mirë. Atashi po me val ujë, gjithmonë do t'a hudhim në val, si puna makaronave, e do t'i hudhim edhe krypën. Do t'i hedh shumë kryp, se do ketë dhe longu i mishit. Do t'a përzim mirë ujin me krypën, gjithmonë. Krypa do hidhet kur uji është i nxehtë, se në mos ajo fillon vjen i rajodio dhe ta shpif nuk hajt as pilafi. Ja, tash i hedh orizin, pa ynyrë, pa gjoj, ynyrën do t'ja hedhim në fund. E lej tash sa të filloj të dalin bulzat sipër, ato brimat që krijon vetë orizi. Tash i shikoj pilafin, ka 20 minuta, po thuj se në mbarim, se ju thash që pilafi me pull duhet jetë pak i butë. Tashti do t'a largoj pak dhe do e lejt edhe do t'a përvlojmë pak me t'lyn, se nuk i kemi hedhë ynyrë fare dhe yndyra atë e bën shumë të shkrifur. Ky lloj pilafi do t'lyn, kush e bën dhe me vaj ulliri, po unë do t'a përdor me t'lyn, do t'i hedh shumë se ka edhe pak pula. Tash e pik vatrën, e kam gati. Tash nuk e përzim fare, vetëm do t'a lejmë kështu mulun, 10 deri në 15 minuta, ai nuk lëvizet, rri mullut, edhe me një copë tjetër sipër, pastaj shkriftohet. Mas 15 minuta shpërvlimi që e bona me t'lynin, e zbuloj dhe unë thash që do t'a përdor me pullën, po ju a tregoj se pilafi është shumë i thjeshtë. Tashti e përzi pak me pirunin, ja, që sa i shkrifet është dhe, edhe mulojmë prap, ose u desh, e muloj prap dhe unë do t'a bëj gati, do t'ja tregoj dhe pullën, që do t'a lej dhe pak me pullën. O vetëm thjesht për pilafin që pregatita të zim, edhe për njerëzit që kanë probleme me gastritin, është shumë i mirë dhe i shkrifët, kokër më kokër, e muloj tashti dhe e lej deri sa unë të heq pullën nga furra. Ja dhe pulla është pjek, ashtu si që më pëlqen mua, ndërsa kjo karamelja që është kriju nga yndyra dhe nga ajo, do e mush me ujë, edhe do t'a krijoj si long për të shoqëruar pullën me pilafin. Ja dhe pulla e pjek me shumë mirë. Këtu do pregatis pak long, edhe ja hudh. E spërkas pak pilafin.
ble dhe pak në furun, sa të ftofet fura komplet. Ajo e bë akoma më të mirë pilafin dhe të but dhe të shkrifët. Kon ishte bonin për ditë djela, për ditë lindjet e fëmijëve. Një keke një kështu, s'kishim saltanete dikur, po knaqeshim, ishte knaqësia shumë e madhe e viteve. Tashti edhe ketë se qinj të vesh para, iku njerëziliku. Na bëft mirë dhe na.